Nëse Partia Demokratike do të fitojë zgjedhjet më 11 maj, kryetari i saj zotohet se do të ulë nga 15% që është aktualisht në 2% tatimin e të ardhurave që gjenerohet nga shitja e pronës. Programi i PD-s e ka bazën tek taksa e sheshtë dhe sipas Berishës, për pagamarrësit tatimi mbi të ardhurat do të jetë 10%, 50.000 lekë i parë nuk do të tetohet dhe përllogaritja nis mbi të ulje nga 15 në 2% të taksës së shitjes së pronës, tatimi 10% mbi të ardhurat nga puna duke përjashtuar 50.000 lekë e para, zero taksim mbi profesionet e lira dhe biznesin e vogël, tavani vjetor për tatim fitim 18 milion lekë, do anullohen të gjitha lehtësirat fiskale të dhëna nga ligje preferenciale. Edhe kandidatet e tij Berisha i këshillon që të mos merren me shfaqjet e kryeministrit Rama dhe Bashës në rrjetet sociale, por të fokusohen tek programi i PD. Kundërshtari ka krijuar skenën e tij me zhapi, me hardhuca, me zhaba, tani do shtoj dhe gjarprit aty, do shtoj edhe mit, çfarë ka ngel tjetër, pse me këto do merremi ne? Jo. Ne do merremi me punësimin, me rrogat, me pensionet, me minimum jetik. Pyetjes se cila është garancia për mbajtjen e premtimeve elektorale në një kohë kur kritikohet nga të tjerët se shkeli mbi parimet për primaret, Berisha i përgjigjet me një bilanc të qeverisjes së tij para një dekade. Këto shifra që kam dhënë mund të ishin dhe pak më të larta, por unë kam dhënë shifrat e arsyeshme. Pse? Se unë kam normal të shkoj më shumë, më lart. Berisha akuzoi kryeministin Rama se në 12 vite qeverisje ka zgjidhur vetëm 800 dosje pronash, ndërsa ai zotohet se problemin e pronave e mbyll brenda mandatit 2025-2029.